Qysh ju kom paralajmëruar edhe në fillim të emisionit, sot kemi me fol për Newborn Kosova Festival, ku bashkë me mu sot është edhe Kran Grajqevci, ose i njohur si Kronzi, për krejt juve fansat e muzikës elektronike, po edhe fansat e muzikës hip-hop. I ka dy atë njerëz se huqa asnjëun, po çash po merret edhe me valle. Kena me fol për një festival i cili e ka edicionin e 5 dhe ku me umbajt prej datës 8 deri me datën 12 korrekt. Kran, mirë se erdhe, kënaqësi pas këtu. Mirë se gjitha fresko, faleminderit për ftesën. Një festival që po e bën edicionin e 5, i 5 vit për Newborn Festival, po për ata që po na dëgjojnë neve edhe po kuptojmë për herë të parë se çka po ndodh, pak më u shpjegoj se çka i përket ky festivali, për ata që e dinë ashta me kallëzuar se çka e dallon edicionin e si vjetshëm prej edicioneve tjera. Kështu, pikat shkurta, Newborn Kosova është një festival i vollës dhe i kulturës, ku i bjen ka 10 shtete se cilin vit, shtete për janë e mbon botës, kulturat ndryshme që mbledhen me një vend takim si Kosova. Festivali Newborn është festival garus, që do më thonë shtetet kanë kompeticion gjatë krejt ditëve dhe në fund vlerësohen për juris profesionale, edhe ata janë që i bjen Federata Botërore Vallëzimit FIDAF për ndryshe, janë juri profesionale. Ka 5 ditë aktivitet, si vjetë është edicioni 5, që ka dallon këtë edicion për edicionit tjera është që është vit gjysmë jubilare dhe është një pikë kthese e madhe për festivalin Newborn, një zhvillim i madh. Këtë edicion shtetet pjesëmarrëse janë Greqia, Holanda, Franca, Hungaria, Bullgaria, Turqia, Kostarika, Meksika dhe diaspora, domethënë Gjermania, Kosova. Paska Kogja. Kogja shumë, është shumë interesant sepse vinë 350 artistë për jashtit, është festivali që bjen mas shumë të artistë internacional në Kosovë. Edhe për 5 ditë mushet Kosova me shumë gjyra, mushet qyteti me shumë kultura, me një energji pak më ndryshe, edhe është një event kogja special edhe që ndikon edhe e zhvillon kogja shumë kulturën në Kosovë. Ne si festival e kemi synim normal me i tregu edhe musafirve që Kosova është mikpritse dhe është e zhvillume në këto aspekte. Kështu po ja nisi direkt, po i shpjegoj pak edhe detajet rreth këtij edicioni. Se si vjetë është pak më interesant, nuk e kena veç në Prishtinë, nuk lokalizohet, zgjënohet edhe në Podujev, në Deçan, në Bileq. Eksakt. Këtë vit do më thonë mohet në 4 komuna, e kemi sistemu për arsye që edhe me ja tregu musafirve edhe Kosovën, jo mos më kanë fokusi vetëm në Prishtinë, dhe dita e parë është 8 korrik, ku do mohet në Deçan, në Podujev, gjysa e shteteve janë në Deçan, gjysa e në Podujev, mohen 2 aktivitetet për me njëherë 2 jatë. Dita e dytë me 9 korrik do mohet në Podujev, në Obiliq, dhe 3 natët kryesore që janë edhe garuse do mohen Prishtinë në sheshin Skënderbej, ku programi fillon për orës 8. Vlen mu cek që edhe çdo ditë ka me pas parakalim kulturor apo defile ndryshe, ku në qytetin që veç mohet aktiviteti, shtetë dalin dhe bojnë një kalim në për qytet, i ftojnë edhe publiken, ku publika mundet edhe prej afër me një energjin, me i pa kulturat e ndryshme, dhe pastaj normal vazhdojna me program që zakonisht starton prej orës 8 deri në orën 11 në qytetet e përcaktume. Çata mërmeja, so mundet kemi ndiku në kulturën tonë, në atë aspektin so mundëm na me çu përpara kulturën tonë, tu e di që arti është një ndër shtyllat më të mëdha për vendet e tjera, me mujt pak me kuptu se çka ndodh edhe në Kosovë. Prej qytetën e 5 edicioneve që keni pas, keni mujt me marrë far feedbacku që ju kallëzon që okay, çto vendet botës e kanë kuptu pak më shumë se edhe çka po bujnë ana ka për një me ndikim. Po, mirë që e ceki këtë pjesë, është një fakt shumë interesant për Newbornin që Federata e Vallëzimit, e cila ka qendrën kryesore në Kore, e ka zgjedh festivalin Newborn për vitin 2024 në top 4 festivalet më të mira në botë. Wow, crazy. Që do më thonë është një arritje shumë e madhe dhe sa i përket kohës të pak që kena pas, tash është veç edicioni 5, kemi pas zhvillim shumë të madh për një kohë shumë të vogël, kështu që kjo do të thotë shumë edhe për zhvillimin në Kosovë, edhe për krejt
këtë aspekt të kulturës dhe të artit, qysh na e kena prezentu shtetin ton, qysh na e kena organizu këtë festival, gjithçka ka shku shumë mirë dhe feedbacki ka qenë gjithmonë jashtëzakonshëm, si prej shteteve, si prej mysafirëve, si prej jurisë, janë qenë gjithmonë shumë të kënaqur edhe ju ka ardhur mirë që një shtet si Kosova, po ka kapacitet edhe po ka zhvillim kaq të madh në këtë aspekt. Sa është e vështirë me mujt me organizu diçka tillë, duke di që duhet me thirr shumë vende të botës, si përmend mua edhe Costa Rica është si pjesë e këtij edicioni. Sa është e vështirë që me mujt me i përmbledh krejt këtu për më ardhur në Kosovë dhe për një kohë kaq të shkurt për shembull. Normalisht është sfidë sepse jo këtë venet e kanë mundësinë me ardhë veç shumë easy, një farë aspekti, disa për venëve vijnë viza, disa për venëve për shembull i kanë biletat shumë shtrejt që duhet me ja u siguru dikush. Është një farë procedure, po na gjatë tëm vitit merremi me mbledhjen e ansambleve, me kompletimin e shteteve, është janë njerëz përgjegjës se cili e kryen një detyrë, na kemi edhe përfaqësinë e vallëzimit FIDAF Kosova, kështu që përmes saj kemi edhe pak më lehtë me i targetu ansamblet edhe me kompletu line-upin. Krën që ta merr menja sa i përket artistave prej Kosovës, prej kontaktit me asamblet e ndryshme ndërkombëtare, që ta merr menja që kanë me përfitu mas shumëti. Po unë mendoj që përpos që kanë me po zhvillimin dhe kanë me po lloj kulturën, mendoj që festivali New Born ka me hop një derë të re për krejt ata që njekin këtë lloj të artit, vallëzimin tradicional folklorik, që edhe Kosova me marr pjesë dhe mu bu pjesë e festivaleve të mëdha botërore, sepse ka shumë festivale nëpër të botën që janë alo më të mëdha, kështu që është veç një derë, një zhvillim që edhe prej kësaj lamie ka diçka, nuk është thjesht një hobi ose diçka, është diçka pak më big se ajo. Po, se njerëz të marrin andim me çu me kthye, po kjo është edhe profesion, sa është pasion, është edhe profesion. Ma herët diskutuam edhe treguam që festivali ka karakter garus. A mundesh me na treguar ashta se çka vlerëson juria më shumë? Është më shumë teknika, na kreativitetin, na rrugën e traditës, sa çka është nashta që gjanat kryesore që i vlerëson juria. Tash ti më tregu drejt atë juria këtu i ka sekrete. Si kallzon, ha? Susi sekret. Kështu që bëhet vlerësimi bëhet gjatë 3 ditëve, 2 ditët e para krejt shtetet kanë performancë 10 minuta. Natën finale kanë performancë veç 5 minuta dhe juria gjatë 3 ditëve normali mon gjithmonë shënimet edhe i këshyr profesionalizmin, një kriter kryesor është për shembull tajmi, apo kalon një shtet kohën që caktuar që e ka, apo ka gabime, apo ka energji, koreografia, orkestra për shembull, nëse një ensemble është në orkestër është plus shumë më i madh se sa me hime me playback. Janë disa kritere që ata i vlerësojnë edhe normal në fund e zgjedhin fituesin, nuk është vetëm një fitues, janë 3 çmime. Çmimi i parë merr 2000 euro, çmimi i dytë merr 1500 euro dhe çmimi i tretë merr 1000 euro. Është edhe një çmim simbolik për shtetin i cili e bën atmosferën më të mirë në parada dhe është një vlerë 500 euro, kështu që në gjithsej 4 shtete morrin çmim. Juria e bën të vetën normalisht ata e dinë më mirë se qysh me i vlerësu. Që ta merr menja, a ka pas ndonjë rast për shembull më herët gjatë edicioneve të kaluara që ndonjë shtet ka pas një mendim ndryshe për Kosovën, edhe mas festivalit ju ka ndryshuar komplet mendimi për neve? Muj me thonë që shumica e kanë qit mendim, se neve për shembull na bjen me nejt non stop me ta, komplet artistat janë të akomodum të konviktet, kena marrëveshje me konviktet edhe aty 5 ditë është ongoing aktivitet dhe neve na bjen me bu muhabet me ta dhe krejt. Jo që gjykojnë Kosovën, nuk është puna aty, po thjesht e shohim pi larg edhe nuk ja u percepton truni që mundet Kosova fix, kështu që gjithmonë në fund festivalit krejt e kanë mendimin e ndryshuar dhe gjithmonë një nis për mu kthyme me shumë memori edhe me shumë emocione që nuk ja u ka marrë menja që kanë mi përjetu. Ka pasur prej atyne që kanë thonë kena marrë pjesë në shumë festivale, po nuk jena një ma mirë se sa te festivali ju, kështu që kjo për neve u ka një ndjenjë e papërshkrueshme. Definitivisht shumë e madhe, sidomos të e di që na përshkruam kështu si një vend që na ka gja mikprec edhe ja vlen që me stem çat far ideje mos me hup. Për krejt ata që janë të interesuar me ndjekë këtu net, ako me pas bileta që shko me varju kur janë orari që është me mujt edhe mos mi u hup njerëzve që me mujt me ditë që kanë me u zhvillu këto ditë prej 8 deri me 12. Normal, seni më i mirë është që nuk ka hymje, domethënë është free entry për krejt,
nejtë ditët kryesore që njerëz mujnë me ardhë me shiu programin janë në Prishtinë, në sheshin Skënderbej. Programi çdo ditë fillon prej orës 8 deri në orën 11, ka vend për mu ul, ka vend për me nejtë, domethënë është free, këtë çfarë do të më bësh veç me ardhë dhe me shiu festivalin. Ata merr me që me ardhë po që edhe publiku ka me mujt me qenë si pjesë e festivalit. Jo ashtu në këtë edicion, po edhe në edicionet e tjera, për shembull komunën me mbledh një grup i shokëve shoqeve me mujt me bëni performancë ose një koreografi ose diçka e tilla. Keni menu pak me zgjënu këto si ideja veç me vazhdu. Patjetër që po, na veç që i kemi për shembull edhe tash mrena performancave, nuk ka performanca vetëm të shtetëve, ka edhe performanca artistike prej artistëve lokal. Për shembull, do prej ty ne jena na Toksikat, kanë me performu, kanë me hop netën finale me 10 korrekt. Ka me pas grupe shoqërore prej Kosovës që kanë me performu, janë disa vajza të vogla, Shko Karadoku, është grupi Rilindja që ka me performu me këndim, edhe normal plan e kena që çdo vit me u zhrit, me u zhvillu edhe mu bu tamam festival nashta mu zgjonu edhe natyra, me u bu big e ma big, normal që ajo është qëllimi. Qëllimi definitivisht duhet me qenë që me konë ma i madh, sepse ja vlen që me mujtë edhe mu eksploru ma shumë si festival. A ka një farë, masi veç jena të vizioni edhe në ra pakës me full, a ka në ashtë anaj plan 5 vjeqarë ose naj synim që e keni diskutu tash e cilin për dëni me e arrit sa i përket New Bornet? Po, një plan që kemi si vizion që po thu me realizu është deri në pikën kur t'i bojna 10 vjetë një dekad festival, deri tash gjithmonë i kena thftu vetëm 10 shtete. E kemi synim me bu një edicion shumë matë madhe dhe me i pru 20 shtete. 20 shtete? 20 shtete, prej krejt botës edhe me realizu që t'idejnë e festivalit me big, me wristbands, me tonat, mu bu, me pas edhe performanca, me pas edhe chill zone, me kon kështët all around festivali madhe. Që njerëz edhe normalisht tash të zgot 5 dit, idealja është me zgot hala ma shumë, edhe me që njeri me mujt me ardhët, me shiju komplet një javë ose 10 dit, me kon pjesë që ati festivali edhe me kon all day all night që ati. A ka pas në i shtetë cilin keni dasht me pas pjesë të edicioni pës keni arrit me ka, pëse që pretendoni me pas edhe vitet tashmë shumë në Brazil ose Kolumbi ose diçka? Po, shumë sakt, bile fix Brazili kena pas me iftu edhe i kena ftu, po ka ndoll problem me me viza, me sene, se po është pak problem. Edhe Afrika ka pas me i pru 2 shtete, po ka ndodhë do me thonë i njëti sistem, normalisht tashti në të ardhmen përpara ka qenë Argentina, ka qenë si vjetë është Meksika, do me thonë gjithmonë ka shtete latine, ka shtete prej gjithmonë munohemi mi kombinu që me pas frymat të ndryshme edhe me u bo një tërsi shumë energji interesant. Cila shtete janë për herë të parë si vjetë? Për herë të parë si vjetë është Holanda, është Franca, Hungaria është për herë të parë, Greqia është për herë të parë, Costa Rica është për herë të parë, shtetet që përsëritën janë Meksika, Bullgaria, Turkia, qëto 3 përsëritën, kështu që edhe nësë është shteti njëjtë prapë, gjithmonë është ansambli ndryshe, na nuk i përsëritim ansamblet. Gjithmonë është një valë e re që vjen fresh për çdo vit. Cila pi kulturave ju ka duk nashta mas interesanti, tash po lidhna pak edhe për juve që keni përjetu, po edhe publika që ka arrit me marrë. Për publik, po edhe për mu njëjtën kohë, kultura ma interesant u konë vjetë kili, sepse kam pas kulturën, do më thoni kam pas disa veshje ko gjakështët që jënë po pjesë trupure, se kanë kulturë, edhe kur kanë dollë në për paroda njerëzve ju kanë duk shumë interesant, pak si indianski, si kështë, edhe performancat i kanë pas tepër interesant, pak si aktrim, pak si vallëzim, për mu që ajo ka qenë kultura ma interesant që e kumë bodi. Sot po edhe të publiku ka reflektu shumë interesant. E që si vjetë, kushta mërë me që mund të me konë interesant? Se a shqyqare po mënej ju, kër i bëni zgjedhjet të qytën e shteteve, i këshënë edhe që qka kanë me pru? Normalisht. Me të kallëzu drejt... Si mi do, si mi vro. Fix, apo kuptën se cili shtet e bjen ato të thusin e vetë, që shmi thonë, po që janë ma interesant, janë shtetet latino-amerikane,
Për shembull Meksika mundet me qenë interesant, i kanë edhe ata do veshje, do instrumente shumë interesante. Tash edhe unë vetë jam kurioz mi po shtetet që s'janë konë halo, për shembull Holanda, mundet me pas kulturin interesant, Franca, Greqia, tash kjo normal metet më po, edhe besoj që se cili shtet ka me pru atë energjinë e vetë interesant. Është interesant me po diversitetin e madh që i kena prej kulturave tjera edhe me po se ku dallojna. Nëse dikush nuk ka qenë kurr si pjesë e Newborn Festival, pse ky vetë mundet me qenë ideal për me vizitu? Seni kryesor është që është një eksperiencë që nuk e ka kalu ma herët, edhe nëse nuk është i përfshim në kitë lami, prap gjithmonë ka me eksperiencu diçka që nuk ja ka morë menja që ka me jamush për shembull zemrën me qasi lloj energjie. Vetë fakti që janë 300 artistë internacionale dhe të bjen me po një lloj personi, lloj kulture, vetë që ajo ta mush ty edhe pak shpirtin me një energji të re, edhe është eksperiencë pa harrume, kanë kultura të ndryshme, me pak fjalë mas mirë të është veç me ardhë me po se është shumë e zërshme me përshkru që atë eksperiencë edhe në vetë që eksperiencë çdo vetë është veç e shumë pjesë e mire e kitë kësoj pune. Kërën shumë, faleminderit, po besoj që e kena përmbledh edhe kena mujt me jep këtë informatat për ata që përna dëgjojnë si për herë të parë edhe për ata që janë pjesë e festivalit që 5 vite me radhë, por shpresoj që me qenë shumë mire dhe nëse kemi thonë diçka publikës që përna dëgjon. Publikës këtë që mu mi thonë është veç hajdeni edhe të festojna edhe të vallëzojna këtë bashkë të për eksperiencojna 10 kultura me një shtetë. Kran, shumë faleminderit, kënaqësime të pas gjithë, për sanat mira për gjëra të bukura, sidomos për art edhe për kulturë, besoj që tash edhe me toksika shihemi shpejt, masi po vjen edhe diçka e re. Kështu që patjetër. Let's go. Let's go.